Mbushen 82 vite nga krimi i brigadës së 5 sulmuese në Bramyshjen të Tërbashit. Ai u formua sipas urdhit dhe udhëzimeve të shtabit të përgjithshëm të Ushtrisë Nacionale Çlirimtare. Në këtë kuadër, për këtë përvjetor të rëndësishëm, u zhvillua nga Bashkia e Marrës dhe Komiteti i Veteranëve të Rrethit ceremonia e nderimit të dëshmorëve të kësaj brigade heroike, ndërsa morën pjesë në Bramyshje autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit, deputet, pasardhës të veteranëve dhe familjar të dëshmorëve. Autoritetet më të larta dhe të gjithë të pranishmit janë përulur me nderime dhe respekt në lapidarin që përkujton dëshmorët e brigadës së 5 sulmuese, duke vendosur aty kurora dhe buqeta me lule. Kjo brigad ka një histori të ndritur dhe të lavdishme, ndërsa gjatë ceremonisë është folur për rëndësinë e kësaj date historike. Prefekti i qarku të Vlorës Evi Sallushi theksoi se kjo është një ngjarje shumë e rëndësishme për popullin shqiptar dhe krahinën tonë. Por duhet të theksoj në këtë rast kontributin dhe atë çfarë bijt dhe bijat e lumit të Vlorës, të cilët janë arritur me heroizmin gjatë luftës kombëtare çlirimtare të Vlorës të vitit 1920, kanë kontribuar gjatë gjithë kohës që ka qenë e nevojshme qoftë në Vlorë, por edhe në Shqipëri, për luftën kundër pushtuesve të huaj. Pikërisht, bi dhe bija të lumit të Vlorës e të Labërisë u mblodhen në këtë vend për të nisur luftën e tyre për lirimin e vendit. Vlora ka qenë rrethi vetëm në Shqipëri, e cila krijoi një brigadë të vetën me luftëtarë nga qyteti dhe fshatrat e saj, të cilët treguan për sakrificat e tyre dhe rolin e madh që pati Vlora në luftën çlirimtare të Shqipërisë. Brigada e 5 sulmuese, marshimi i saj ka qenë një nga marshimet më të rëndësishme, më të vështira të luftës së dytë botërore, ku është dashur të përshkojë në zona lufte me qindra kilometra, ku kanë dhënë jetën dhe kanë dhënë jetën në fushat e betejave 368 dëshmorë të dheut, nga të cilët 13 kanë qenë heronj të popullit. Kryetari i Bashkisë së Marrës Vangel Tavo tha se brigada e 5 sulmuese ishte shembull i guximit dhe përkushtimit ndaj dheut, ku në thelb ishte liria e Shqipërisë. Sot jemi mbledhur këtu për të nderuar dhe përkujtuar 82 vjetorin e krijimit të brigadës së 5 sulmuese, një nga formacionet më të lavdishme të luftës nacional çlirimtare, e cila me trimëri, sakrificë dhe idealizëm kontribuoi vendosmërisht në çlirimin e vendit. Brigada e 5 sulmuese ishte shembull i guximit dhe i përkushtimit ndaj dheut. Bijt dhe bijat e kësaj zone, që radhët e saj i bashkuan, shumë prej tyre në moshë të re, lanë pas familjet dhe jetën e qetë për të përballur me vështirësi, rreziqe dhe sakrifica të mëdha me një qëllim të vetëm, lirinë e Shqipërisë. Bashkë me përkujtimin dhe vlerësimin e brigadës së 5 sulmuese, ne vlerësojmë sot edhe epopen më të lavdishme të popullit ton, luftën nacional çlirimtare. Kjo trev krenohet me kontributin e dhënë në këto përpjekje historike. Gjaku i dëshmorëve dhe mundi veteranëve janë themeli mbi të cilin ne sot gëzojmë lirinë, paqen dhe të drejtën për të ndërtuar të ardhmen tonë. Në këtë ditë përkujtimore, nderojmë të shkuarën, por marrim edhe një përgjegjësi për të ardhmen. Të ruajmë kujtesën historike, të përcjellim në brezat e rinj vlerat e lirisë, të solidaritetit dhe të dashurisë për të ardhmen, si dhe të punojmë çdo ditë për një shoqëri më të drejtë dhe më të bashkuar. Lavdi brigadës së 5 sulmuese, nderim dhe respekt për dëshmorët e brigadës së 5 sulmuese dhe dëshmorët e gjithë vendit, mirënjohje të thellë për veteranët. Deputetët e Vlorës Vullnet Sinaj dhe Ardit Bido kanë vlerësuar rëndësinë e brigadës së 5 sulmuese. 82 vite më parë, këtu në Bramyshje të Tërbashit, dje me vajza të rinj, të vetëdijshëm për fatet e dheut, u rreshtuan në brigadën e 5 për të luftuar pushtuesin nazifashist, nga brigjet e Jonit deri përtej kufive të Shqipërisë. Sot, për ulemi me respekt të thellë përpara sakrificës së dëshmorëve të brigadës 5 sulmuese dhe mes tyre të 13 heronjve të popullit. Çlirimi i Vlorës dhe i Shqipërisë më 29 nëntor 1944 nuk mund të kuptohet pa kontributin vendimtar të kësaj brigade, në drejtimin e Shefqet Peçit, Dervish Kalit, Hysni Kapos dhe Manush Miftiut. Si pasardhës, si nip i drejt për drejt i një partizani të kësaj
brigade është kënaqësi e dyfisht për mua për të respektuar gjithë këta heronj, për të respektuar ata të cilën dhanë gjakun e tyre në mënyrë që Shqipëria sot të mundet të thot me krenari. 3 gjëra. E para, ne jemi kundër nazizmit. Kemi qenë kundër nazizmi dhe kjo është një vlerë. Antinazizmi nuk është thjesht dhe vetëm një moment historik i 80 viteve më parë. Është një vlerë e cila duhet jetë e vijueshme dhe ky kombe ka treguar këtë. E dyta, patriotizmi, dhe dashuria, që atëherë nevojitej që të merreshin, të rokeshin armë dhe të luftohej. Sot është një vlerë e cila na duhet. Sot kur s'kemi nevojë që të luftojmë me armë. Sot kur kemi nevojë ama që të jemi të përbashkuar që Shqipëria të jetë një vend më i mirë dhe më i begat. Ish deputetja e qarkut të Vlorës Valentina Leskaj theksoi se jo rastësisht brigada e 5 sulmuese është themeluar në pramyshjen e Tërbaçit dhe ajo është brigada që ka pasur vlera të çmuara. Kjo trev ku jemi sot është nga ato trevat me zë. Dhe jo rastësisht brigada e 5 sulmuese është themeluar këtu, është themeluar në këtë zonë. Dhe dua dhe miqësisht t'ja kujtoj edhe atyre të gjithë pjesëmarrësve, po dhe parafolësve, brigada e 5 sulmuese është brigadë heroin dhe nuk është shpallur kot brigadë heroin, sepse është brigada që ka pasur vlera të çmuara, të cilët një pjesë e mirë e tyre kanë luftuar jo vetëm në Shqipëri për liri, po edhe jashtë Shqipërisë. Dhe këtu nuk duhet përmend vetëm xhaxhain tim, por edhe të tjerë. Tjetra që dua të them dhe që është padyshim mendoj është e rëndësishme për të kujtuar nga ne sot, është që detyrimi që ne kemi gjithë pasardhësit dhe sidomos brezat e rinj për ta ruajtur këtë vlerë dhe për ta ngritur lart. Nuk duhet të harrojmë miqtë e mi të dashur, sepse gjithë janë shof, tu janë miqtë të mi dhe jam shumë e kënaqur dhe e gëzuar që t'i ritakoj, duke qenë edhe deputete këtu. Dua të them që ata që bën luftën nuk ishin vetëm të pushkës. Padyshim që ishin të pushkës, po ishin edhe të mendjes, edhe të pemës. Në kuadër të 82 vjetorit të krijimit të brigadës së 5 sulmuese, përveç ceremonisë të zhvilluar në pramyshjen e Tërbaçit, Bashkia e Imarës kishte përgatitur edhe një program të larmishëm artistik.